Selam aleikum e mirëmbrëma, të dashur e të nderuar shikues e dëgjues të RTV Pendimit dhe mirë se takove në emisionin ton të rregullt javor fundjavë me profën siç do të premte edhe këtë të premte. Me mua shkruajtë emisionin si moderator dhe autor i këtij emisioni. Ne vazhdojmë të takohemi me mysafirë të ndryshëm, profilesh të ndryshme, me të cilët diskutojmë e bashkëbisedojmë për tema të ndryshme gjithmonë në shërbim të ne qytetarëve dhe atyre që duan të mësojnë dhe të përfitojnë prej këshillave jashtëzakonisht mira e motivuese. Sonde kemi ndenën dhe kënaqësinë që bashkë në ondën e madhe të RTV Pendimit të kemi motrën e nderuar, tashmë të njohur për publikun me këshillat e saj. Kemi magjistrin e psikologjisë klinike Gülten Ndërgutin. Selam aleikum motrë nderuar, mirë se na erdhe. Aleikum selam, mirë se u gjeta. Faleminderit. Faleminderit shumë për kohën, gatishmërinë për të qenë pjesë e emisionit tonë dhe presim që gjatë këtij bashkëbisedimit përfitojmë prej këshillave tuaja. Gülten e nderuar, titullin magjistër e psikologjisë, sa ishte e lehtë marrë deri te ky titull? Kam drejtë nëse keni motiv për diçka dhe keni synime për të qenë i dobishëm, qoftë për familjen, qoftë për shoqërinë, gjithçka bëhet e lehtë. Sigurisht që rrugtimi im nuk ka filluar te ky titull, ka filluar paraprakisht më herët. Domethënë që nga fëmijëria synimet kanë qenë që të krijmë një shkollim dhe të jemi dobishme, ti kontriboj qoftë fillimisht familjes, qoftë mandej edhe shoqërisë. Dhe kështu që kam marrë rrugtimin që të studioj në fillim në atë kohë kur unë kam mbaruar 8 vjeçaren, kemi qenë domethënë shkollat tona u patën mbyll prej pushtimit pushtuesit serb të atëhershëm. Edhe pata marrë rrugtimin për Sarajev, në shkollën e mesme Gasir Husajbeu në Sarajev. Mirë po, domethënë pas një kohe me që fillon lufta atje, ndërpreva shkollimin dhe vazhdova për Turqi atje. Fillimisht sigurisht që më është dashur ta mësoj gjuhën turke, domethënë një herë kam mësuar bosnjakishtën, mandej turqishtën. Edhe atje kam vazhdu shkollimin tem, atje i kam kryer studimet për psikologji këshillimi, që ka qenë një drejtim që unë kam dashur shumë. Edhe pse si fëmijë gjithmonë kanë thonë që do të bëhesh mjeke. Si zakonisht, gjithmonë. Kur e kam pyet çka do të bësh, do të s'ka dashur më mjeke, Jo, ne kom imagjinu në fakt, e kom imagjinu gjithmonë, vetëm me mantel të bardh, shamin e bardh në kokë edhe stetoskopin në qafë, për gjithmonë e kom mendu se atëherë nuk kemi pas njohuri për psikologën, gjithmonë veten e shihja, kur e imagjinoja veten si mjeke, gjithmonë e imagjinoja duke bashkë bisedu me pacientin. Asnjëherë duke e kontrolluar se siç mendohet, domethënë duke i dhënë injeksion. Çka pritet për mjekut? Jo, absolutisht. Gjithmonë e shihja duke bashkë bisedu. Por asë ku domethënë kam qenë e vogël dhe tek ne s'ka pas psikolog, nuk është që e kam mendu. Mandej domethënë tek kur kam shkuar në Turqi, atje e kom pa, domethënë, edhe profesionin e psikologut, edhe normalisht kom pas shumë shkatësi për zgjidhjen e problemeve. Domethënë, qysh edhe si fëmijë, ndoshta duke qenë si rrit me një familje fetare, edhe edukimi fetar t'jep shumë, po, këshillat fetare t'japin shumë njohuri, domethënë, për zgjidhjen e problemeve dhe për me pas dorem, për me pas... Kush e kemi problem në me sabër, me dorem. Pikërisht domethënë. Atë kthej pak në Bosnjë. Si u mirëprite si Gülten? Udhëtuat atje vetëm me familje apo siç e puna që të të për Bosnjë, pastaj detyrimisht edhe për Turqi? Në Sarajev ka qenë fakt e lehtë, unë atje kam pas motrën edhe vllahun. Motra ka qenë veç vajza e parë në atë kohë që ka shku për studiu në fakt të medrese, mandej edhe në fakultet, edhe vllau ata kanë qenë binjak, edhe ata të dy kanë qenë, domethënë pasi kanë mbaruar shkollimin e mesëm, kanë qenë në fakultet të studimeve islame në Sarajev. Në atë kohë kam udhëtuar me ta fillimisht, mandej edhe ka pas raste kur edhe vetë nëse nuk janë përputh pushimet, po kam udhëtuar edhe vetë, domethënë. Edhe nuk ka qenë domethënë shumë e vështirë. Për motrën ka qenë shumë e vështirë, në fakt, por për mua ne kam pas të rinin e hapur mas saj. Për Sarajev nuk ka qenë. Po sa e para që me kriju gjithçka prej zerës. Po, pikërisht. Gjuha ka qenë sfiduese sigurisht në atë kohë. Ndarja për familjes ka qenë një sfidë tjetër, po me që e kam pas motrën atje vllahun ka qenë një mbështetje shumë e madhe për mua. E mbarua shkollën e mesme në Sarajevo apo detyruar të largohesh atje? Jo, detyruam të ndërprejmë për shkak se filloi lufta dhe na u detyruam të ndërprejmë atje. Ço detyruat të largoheshit? Po. Në fakt domethënë se na atëherë ishim këtu, ka qenë muaji Ramazan dhe ishim në muajin Ramazan zakonisht ndërprehej mësimit, domethënë në medrese, mbaheshin aktivitete dhe ne ishim në pushim. Mirë po priteshe që ditën e dytë të Bajramit të ktheheshim në mësime. Në ditën e parë të Bajramit veç
shpërtheu, domethënë ajo shkëndija e parë e luftës, kështu që na informuan që të mos nisemi, po edhe na thanë për cilën i lajme, domethënë ne pritëm që do të bëhet, nështë një konflikt ditësh, një avor, jo, po, domethënë kur e pam për disa muaj më radhë, domethënë që s'ka gjë, atëherë domethënë u ktheva shkollës, domethënë për Turqi. Domethënë nga Kosova tani ju shohim në Turqi. Po, madje jo nga Kosova kam shkuar në Turqi. Nga Kosova domethënë. Si u zhvillua jeta pastaj në Turqi? E lehtë me kuptimin e përgjithshëm. Tash hapat e parë ju atje në Turqi, jo me një lesë për mos të vëllau. Po. Tjetër nivel, tjetër ngjarje, po. Por më kujtohet domethënë që kur kam shku, babi im Allah e shpërblet, ai ka qenë mbështetësi kryesor i cili më ka mbështet për shkollim. Ai pa të shku dhe siguroj vendin për atje, dhe kur shkova konvikti ku kisha mu vendos, i nxonte shumë konviktit Sarajevës. Edhe klima, do më thonë, asë shumë asocioj klima asaj dite, do më thonë, kur më rriva në Stamboll, me klimën, do më thonë, ditën kur kisha shku në Sarajev, ta shoh zot edhe konvikti po më duket të njëjtë edhe klima, apo din, pyetëm babait tim, ai inshallah nuk bëhet sikur në Sarajevo. Po, ai ngjarja pastaj. Po, a dini që asociime. Kështu që atje domethënë mandej vazhdo, gjithçka ka qenë domethënë atje kam qenë vetëm, edhe prej Kosovës ka pas shumë pak nxënës, kam pas kryesisht. Për cilën vetë do bëjmë fjalë? Prej 94-s, domethënë prej shoqë kam pas prej Maqedonisë më shumë, prej Shqipërisë kemi pas shumë domethënë shoqëri, kështu që kemi vazhduar atje dhe Elhamdulillah, do më thonë, natë 7-ve që kam fillu fakultetin, me njëherë, do më thonë, mas shkollimit mesëm, e kam përfundu me shkurt 2002-ën, edhe jemi këty mandej në Kosovë. Sikur po bie ndeshto mësimet e mbrapshta me këtë pjesën e fesë, me në pështet baba fetarë, ju fetarë, baba me të shkollë, neve në kanë rejnë dhe kanë mashtu ndryqës e feja në lembra, pas në le më shkollu, baba shëqënu si jotë... Ta është pi hallo më në kundërshtim. Unë kam pas një prej mbështetëse emocional, dhe më thonë, ma shumë që më ka motivu, ka qenë gjyshi, dhe gjyshi ka qenë hoqë. Edhe ma përpara, ma një. Edhe ma përpara, i ka qenë viteve të 20-ta, dhe më thonë i lindur, që më kujtohet që sa herë kur nisesha për shkollë, dhe sa isha atje, ndonjëherë ditë se në atë kohë s'ka pas telefonia fikse, s'ka pas as telefoni fikse, do më thonë, në për fshatra ku në kam jetu, do më thonë tek vonë dikon, do më thonë, pak para luftës janë bata. Në qytet dikon. Edhe kur dilke në qytet që mërte telefonatën, se hapja telefonit të gjithë, selam aleikum, bie i me mirë dhe fillon të me qajtë, edhe kur s'ka mujtë me vazhdu biseden. Mirë për gjithë jem tashtë, edhe nëse babet nuk është në gjendje më të ndihmu materialisht, ne baba ka me qenë gjendje me shit tokën edhe çdo gjë vetëm që të shkollo, ka qenë një mbështetës tepër i madh. Kështu që këto kanë qenë domethënë të dytë, normalisht kanë qenë motivues tepër të madh të mëdhaj që unë të vazhdoj shkollimin. Nuk ka qenë ajo që domethënë kjo është nështë mund ta qej propagandë, nështë ka qenë keq interpretim ose keq kuptim që jo një propagandë jo ndershme, një propagandë jo pjesë për shumë të pjesë. Sa kohë zgjatë studimit tuaj edhe si u bë që thotë më herët e gjetët veten si një psikolog e këshilluese? Domethënë kam rastis gati 8 vite e gjysmë kam qëndruar në Turqi. Edhe mandej, domethënë ëndra ime që ishte që të kthehesha në Kosovë dhe të kontriboj për vendin tim. Edhe kur u ktheva këtu, domethënë direkt në fakt në fillim kam filluar me punu në medresi, si mëdhënës së landës psikologjisë dhe sociologjisë, ka pas vite kur s'ka qenë sociologjia ose pedagogjia, domethënë pedagogjia heq për një kohë të shkurt. Edhe për pak kohë në qendrën e mjekësisë familjare, domethënë hapa të pozit punë dhe atje filloj me punu për disa muaj. Në fakt, domethënë ndërkohë sa kam qenë absolvente, më kujtohet që kam punuar në për organizata të ndryshme kur vija në pushim domethënë në Kosovë. Edhe ka pas 2-3 vende ku kam shku me pa vend punës. Edhe në fakt për qendrën e mjekësisë familjare ata nuk e kam ditë që ekziston pozitë pune për psikologun. Kisha shku në një qendër ku presupozohej, s'po e flas tash me emër për respekt, por domethënë presupozohej që duhet të ishte psikologu një profesionist kyç. Edhe në pakshtë, nga majtë e atikishtë të vetëkamës deri lartë. Shamia pak, që të unale, atë shamia unale. Nuk i pëlqeva nga luku që pëthën këtë të rritë, edhe më tha, jo nuk kemi nevoj për psikolog, nuk kemi një përshtatshme ju për neve. Edhe, asë gjatë, dhe më thënë, një farforme isha pregaditur që mujnë mos mi ju pëlqy. Po, nuk e mora asë gjatë tragjike, edhe isha akoma absolvente. Po, ty letë, se psikologi, por na që së prezime na thonë jo, por lukun tonë e prezime për të në kogjaranda. Pak e vështirë. Me gjitha ta asë njëherë nuk e kom humë shpresën, për mu mendoj që sa do që njerëzit mund të të gjykojnë ose të të përjashtojnë, është më rëndësit të mos e përjashtash vetën.
edhe nëse lidhesh për Zotin, gjithçka është e lehtë. Prej meje është dashur unë ta zhvilloj veten, edhe të kontriboj, kështu që mendoj që nësaj dhe i kam rrit gjitha sukseset. Sepse nuk jam dorëzu. Mirë, po ka pas edhe vend punës, mos ta kaloj këto. Kur kam shku dhe kam konkurru, do me thonë, me që edhe i zotrej gjuhën turke, bosnjakishtën deri diku, anglishtën do me thonë deri diku, dhe adin për shkak edhe shumë qësish, ne u kishte dashur shumë mirë, po nëse e heq Ramin. Pa përshtatshmëria, po vazhdo, na? Pa përshtatshmëria, po, ka vazhdu. Në vetëm, do me thonë, qendra miksis familjare ka qenë që nuk e ka pa shumë problem, megjithse më vonë kanë tregu që ekipa, do me thonë, shumë kanë debatu për e se më pranu. Se kanë pas fort lehtë. Nuk e kanë pas edhe aq të lehtë, kanë debatu shumë. Për dhe kondër. Po, do me thonë, duke u bazu në aktivitetet aty këtu që kam mbajt më herët, edhe intervistën, do me thonë, që e kanë pa edhe ashtu, paktën e kanë dhënë një farë mundësie të provës për një kohë të caktuar. Ha, se bjen ke probleme të na jap shkak. Po dhe mos të paragjikojmë tash ata. Jo, do të thonë kam qenë shumë mirënjohëse, edhe për drejtorin e atëhershëm, edhe për gjithë atë ekip, edhe pse mandej ka pas shumë fryma, ka pas tendenca her pas here me manipulu edhe me tërzu ose ka pas momente. Me zonë për te asaj, do më thonë është ta sukseset me t'ilonën hije, ose një sukses tonën më janë vesh tjetër, kuj pas një atë. A dhe bashkë nali me të sukseset, 23 vite të përvoj punë, flasim për kërgjë sukses. Se kemi problem, apo ndoshta është problem global, të gjitha qenë njëzore, po ne ponerim të ne shqiptarët. Se shqiptarët e kemi problem me pranu suksesin e tjetërit. Apo kjo është psikologikisht që shpjegohet kjo. E kam një fjallë të urtë, thotë shqiptarët të falë gjakon, po jo dhe suksesin. Interesant o kima. Në ka ardhë, nuk po di që me spjegu të. S'po di, po munduhe me dhonë me studiu. Po munduhe me dhonë me studiu, sepse nuk du as njëherë me i shtit gjithë njerëz me një thasë që në thotë populli, por gjithsesi ekzistojnë njerëz që e dunë suksesin e tjetrit edhe e mbështesin, por fakti që ne i shuhim që shumë shqiptarë, kur dalim perëndim edhe në botën e jashtme, gjithmonë janë suksesshëm, po jo të njëjtit, do me thonë arrin me depërtu edhe me mri sukses me meritet e në vendin tonë. Kjo të bën shumë me analizu, të bën shumë me reflektu në këto. Me gjithë ato, unë mendoj që secilit i këshillaj që pa marrë parasysh që dikush ndoshta mundet me ju kundërshtu ose me ju dalë përpara me i ndalu suksesit e juve. Nëse ju për brenda nuk e humni suksesin e juve edhe nuk e humni vlerat e juve, keni mi adalë në banë gjithsesi. Normalisht që lëkundet besimi, nëse vazhdimisht njerëzit ju dalin përpara, dhe më thonë të tjerët ose prorët, dhe më thonë mundën si kom ju bo pa drejtësi ose kom ju diskriminu, ajo e lëndon shumë individin, por me gjithë ato nëse një morali brendshëm edhe ke ku të kapësh, në veçanti dhe më thonë këtë rasëm të për vete që lidhja me Zotin ja mundu që ta kem një lidhje kualitative, së më them që jem perfekte në këtë drejtim, po që kjo e bën njeriun që t'ja dalë në banë të mëri për sukses më të jam. Paragjikimi. Qështë me spjegu paragjikimin, se ai bagazhi jot dhe përvoja jote, ajo lingvistika, ajo shumë gjusja jote, se më paragjiku me ato që ka ti e vesh në trup e që ka vendos në kohë. Se më paragjiku ashtu. Ai luku jetë i pa përshtatshëm. Aty ku ju duhet profesionalizmi, asnjëherë nuk jam një paragjikume. Aty ku profesionalizmi kanë pas nevojë për profesionalizmin tim, ose çdo tjetër. Jo. Megjithatë je shpalla pa përshtatshme kështu. Po, sigurisht. Automatikisht. Unë mendoj, domethënë paragjikimet ekzistojnë, domethënë ndonjëherë ka fryma dhe ideologji, ne shohim që ka ideologji të tilla që ndoshta mos me lëndi kanë për me ecë përpara ose paragjikimet që ekzistojnë për shamin, nëse thasëm kaluam na kalon shamia mbrapa, është një proverb që është e trilluar në fakt, por në atë kohë domethënë kur një grua me shami ka qenë, nëse në atë kohë kur ka qenë një grua me shami e pashkolluar kanë qenë edhe burrat pashkolluar. Krishtë. Domethënë në atë kohë edhe burrat kanë qenë pashkolluar, çka që për shkak të traditave shqiptareske mund të thuj, burrat një hap përpara kanë qenë. Por nëse shohim edhe në botën evropiore me shkollën. Edhe në hap me shkollën nëse them. Vonë kena nisur në hap me shkollën. Edhe në Evropë, edhe në botën perëndimore burrat kanë qenë një hap përpara. Prap, domethënë nuk morëm që veç të na shqiptarët. Në Evropë kanë qenë shumë hapa përpara, sa femrat kanë konsideruar për njerë madje. Në Islam femra dim drejtat ku i ka edhe është tabeluçja parë. Po kur nismi domethënë prap po nisemi në popullin tonë. Kështu që për një kohë shumë të shkurtër domethënë kanë arrit
femrat shqiptare me u shkollu, dhe me thonë me qenë krah me meshkujt, edhe nëse tash përqindja nështë e shkollum, nuk kam statistika, po nëse i shohim prap, më shumë nështë mund dalin femra me diploma më shumë se sa meshkujt. Do shta edhe meshkujt për shkak me mbajt familje, nëse përgjithësi, nëse diçka, ndonjëherë ma shpejt tërhiqen prej fakultetit dorëzohen, ndërsa femrat edhe mas një kohë më këmbgulse edhe vazhdojnë nëse kthehen edhe mas indjes fëmijëve, dhe më të mas një kohë shohim që kthehen fakultetit edhe studimeve. Ne kemi adhetar ndryshëm, kemi poetë, kemi gjyshëtar me mjekër e më shami që janë pa shkollë, për janë vërtet akademin vetë edhe nuk kemi pas kur përshgjim, nuk e di pse kjo pjesë këtu. Gültene, a i kthehemi pjesës pak më shumë tash pjesës tuaja profesionale. Përmendet se keni vendosur për me dhënë kontribut për veten dhe për tjelët. Cili është kontributi juaj për këtë shoqëri? Sa do të qoftë mos mirënjohës ose mirënjohës, falendëruesi shumë madje. Unë fakt, do me thonë, prej 23 vitesh punoj në qendër të miksis familjare në Ferizaj, dhe atë jo mundu me dhënë kontributin tem, qoftë me seanca individuale, me grupore. Do me thonë, me grupore në dënë se ka qenë më pak, sepse ka qenë e vështirë për shkak të paragjykimeve që kanë për njëri tjetrin, në fakt edhe stigma ne e quajmë turpit. Kam arrit për shembull kur ka një çrregullim, terapia grupore është shumë efektive. Ti bësh për shembull 7-8 vjet me të njëjtin çrregullim, i bën terapi grupore dhe ju ofron ndihmë të mendo po. Mirë po, do të thonë kam arrit të rritorit po flas. Kam arrit me i bë 2-3 klient, do të thonë me të njëjtin çrregullim i 4 s'ka pranuar, se s'kan pranuar sepse kanë pas frikë që njohin pastaj për jashtë çfarë tregojnë po pikërisht. Edhe kështu që vetëm me një grup të fëmijëve kam arrit me punu, kanë qenë fëmijë me diabet të diagnostikuar, do të thonë ai ka qenë grupi që më gjatë kam punu. Ju kam ofru psikoterapi, dhe më thonë një vit radhazi. Formë tjetër e kontributit e profesional kanë qenë, është organizata IPEDU, ka qenë QPI, dhe më thonë një kohë të gjatë edhe atë dikon prej vitit janarit 2003 kom bashkëpunu me atë e bashkëpunëtore e rregullt. Atje kemi majtë seminare me mësimdhënës për fëmijët me nevojat veçanta ose çrregullimet e shëndetit mendor, si me ju inkuadru, identifikim pikërisht domethënë. Edhe gjatë këtyre seminarëve ne kemi trajnuar mësimdhënësit për me identifiku fëmijët nxënësit me këto probleme, mirë po njëkohësisht ata kanë arrit me identifikuar edhe problemet e tyre personale. Dhe njëkohësisht domethënë është ndryshuar gjithsesi qasja edhe ndaj fëmijëve, ndaj aty 2-1. Definitivisht. Kanë qenë domethënë në atë kohë, sidomos në fillimet e viteve 2000, janë majtë seminare traditore premte ashtu në diel, seminare traditore kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe aty, domethënë ne kemi parë që edhe traumat e luftës, mësimdhënësit të cilat kanë përjetuar traumat e luftës, e kanë gjetë veten aq shumë, edhe ata janë nga ato seminaret kanë përfituar dhe kanë gjetë një lloj kurimi aty, që ka qenë shumë dobiprores. Domethënë derisa ne synimin e kishim, objekti kishim fëmijët, ama dhe mësimdhënësit kanë përfituar. Normalisht edhe drejtorët e shkollave kanë marrë pjesë në për këto trajnime. Domethënë kemi marrë seminare direkt edhe me fëmijët në për shkolla. Emisionet kanë qenë një prej këtyne, domethënë me organizata të ndryshme vazhdimisht kemi pas kontributin jemi mënu me shtri, domethënë me ligjërata aty këtu me seminare, domethënë trajnime qoftë domethënë për adoleshent, qoftë për dukurit negative, qoftë domethënë për problemet martesore, konfliktet në çift. Domethënë jemi mundu në forma të tilla. Që të monal fëmijët harron krejt. Sa zot. Fëmijët kishin serë, ne thonë atë kemi logjik, që ka problemet këto. Në gjitha ato, domethënë jemi mundu në gjitha sferat nga pak kështu me dhënë kontribut. Domethënë kam qenë e hapur në fakt në çdo organizate që kam pas besim, domethënë herë ndoshta edhe mujna me gabu për çdo organizatë që kemi pas besim, qoftë në kuadër domethënë kuvendit komunal, qoftë edhe matutje në Kosovë, në për çdo vend ku kemi menduar që kemi besuar edhe me Bashkinë Islame gjithashtu, domethënë kam qenë shumë herë e ftuar. Sa herë që unë kam pas mundësinë, domethënë kam qenë e gatshme që kontributin të më dhënë. Nëse guxoj ose nëse kam drejt me çujt, më bën hallall, këtë çrregullim, po ndoshta kemi pa vedi ose pa qëllim edhe ne prindër kemi pa gisht, pse? Se me përmend psikologën e na shkërmendja veç që budallt kanë nevojë për psikolog. Me tut fëmijën e tut me mantel bardhën dhe t'jap injekcione, tut për policët, ta fëmia ngurron me pasi mbështetës, me pa mjekun që shëron, me pa policën që të mbron, me pa psikologun që të ofron atë që ti ke nevojë. Deshta më tek pjesa se si ose sa është e lehtë ose si arrini me bind sa do e vështirë qoftë për një prind që fëmia i tij ose i saj ose i tyre
ka një diçka ndryshe dallon për të tjerë dhe sa pranojnë ato letë ose se pranojnë fare se për shkollën ku unë punoj është gjithë përfshirëse në Prishtinë Turizëm Qemali, mësuesën mbështet se ka jashtëzakonisht vështirë me bind një çift ose një nanë ose një babë, ose të dy të bashkë fëmijë e tyre është ndryshe. Si ja delni ju këtë drejtim? Këto që thotë, domethënë dy pika të rëndësishme i preke, që është shumë e rëndësishme. E para, domethënë te edukimi ka shumë rëndësi se edhe në shtëpi mësojnë fëmijët, domethënë mëse bën çështje se babit vërtet ose gjyshi ose kjo, domethënë ose prej nana, domethënë. Kupton. Mirë po, me këto kur i themi çështu, domethënë fëmijën e kemi mësuar me u friksu prej atij personit e jo me kuptu që sjellja është gabim, jo që sjellja është gabim në fakt. Domethënë duhet më thon fëmijës nuk bën me e bë çat sen. Nuk bën, se është e gabueshme. Edhe ndodh edhe te nën fakt, domethënë kur i bin fëmijët edhe ndaj psikologut, domethënë rre orë se psikologu të rre. Kupton. Ato është tani papuçi në mënyrë automatike vendos një barrierë mes neve. Edhe ose është u kalu domethënë t'jep injeksion, domethënë nëse se dëgjon t'jep injeksion, domethënë kjo e vështirëson normalisht komunikimin me neve shumë. Mirë po, kur the domethënë se fëmia ka një çrregullim, në fakt kur vin te psikologu, ata e bin, kur është në pyetje fëmia, e bin për shkak se ata veç e kanë një dyshim për një dilemë. Do në pranon natyrisht si çdo prind, po. Është shumë e vështirë, domethënë është edhe për neve si profesionist, ta them drejtë, nuk është vetëm për prindrit. Edhe për neve si profesionist kur e vrim që fëmia e ka një çrregullim, se ndoshta domethënë ndonjëherë i referon mësuesi, i referon shkolla ose mjeku familjar për diçka dhe prindrit nuk janë shumë vetëdijshëm, veç na kanë thonë marrë te psikologu dhe nuk është që ndoshta shumë ose e mohojnë. Edhe na e kena të vështirë me komuniku rezultatet. Edhe për neve si profesionist është shumë e vështirë. Për shembull, është një fëmijë vjen në moshën 7 vjeç, po kur e bëjmë vlerësimin e inteligjencës na del sa një fëmijë 2 vjeç ose 3 vjeç. Edhe ai është që është diçka mbrapa fëmia. Por tashmë i thonë që fëmijët që ka moshën mendore është shumë e vështirë edhe për neve. Megjithatë, ndonjëherë jemi të detyruar. Tash me digitalizëm është pak më e lehtë sepse zakonisht ne kërkojmë që me pas emailin domethënë të profesionistët ku do ta orientojmë, edhe emailat i shkëmbejmë mes profesionistëve, pa i ro dokumenti prindit të dorë, edhe prindit ja bëjmë një sqarim, domethënë të përgjithshëm, edhe nëse ka nevojë për diçka detaje shtesë, domethënë konsultojmë me profesionistin pikat ku ata duhet me u marrë dhe me u diskutu. Sa i përket asaj se si a dinit që me bind prindin, domethënë ne i flasim që dëgjoni, domethënë janë disa problematika që na me të vërtet po i vrejmë tek fëmia. Tash ju vetë domethënë ndoshta po thoni që është diçka më ndryshe se fëmijët e tjerë. Asnjëherë në fakt edhe ne ndonjëherë nuk mund të jemi të sigurt që është diçka shumë serioze ose fëmia ka me përparu ose s'ka me përparu, pa marr parasysh. Ne duhet bashkërisht me i marr siç thonë në aspektin fetar se bebet gjitha shkaqet. Edhe na duhet domethënë vështirësitë ku po i shohim, në atë fusha ku i shohim vështirësitë ne duhet me intervenu. Edhe kush janë profesionistët që na duhet me intervenu zakonisht, për shembull, i identifikojmë. Ta zemi, domethënë, edhe pse unë jam psikologe klinike, por ndonjëherë na duhet domethënë një profesionist tjetër më u kyç, psikologu i shkollës duhet më kyç, pedagogu special ose logopedi ose një ergoterapeut ose pa marr parasysh se kush është profesionisti tjetër, ne duhet me identifiku fushat ku fëmia ka ngecje, ku ka vështirësi, ose i duhet terapi stimulimit, cilën për shembull ta zom, jo çdo psikolog klinike ofron, edhe ose i duhet psikoterapi, pa marr parasysh, domethënë ne duhet ta orientojmë edhe i themi prindit që duhet bëhet një rivlerësim me pa çdo që ka ndiku. Eventualisht ndonjëherë tek fëmijët e vegjël, duhet domethënë që të inkuadrohen çerdhe gjithsesi, edhe teknologjia është një prej problemeve që çerdhet është dashur pas psikologi çerdhet është dashur pas. Po. Kanë shumica ndoshta. Nuk është që kanë gjitha, po ish dashur, domethënë duhet me pas për shkak se është shumë e rëndësishme 6 vjeçari i pari fëmijës është shumë e rëndësishme. Domethënë aty na e parashojmë domethënë që personaliteti i fëmijës domethënë ndërtohet në atë moshë, kështu që çdo problematik e zhvillimit nëse identifikohet në fazë të hershme, biles tash është një program në kuadër të qendrave të mjekësisë familjare që quhet intervenimi në fazë të hershme të fëmijërisë, ish dashur domethënë në çdo çerdhe me pas psikolog sepse qoftë domethënë fazat e zhvillimit nëse nuk janë të shku mirë, qoftë një ngecje në zhvillim, qoftë çrregullime të autizmit, pikërisht, domethënë ndërhyrja e hershme është tepër e rëndësishme. Për shembull, nëse e marrim shqiptimin e shkronjave, që ndoshta çrregullimi më i lehtë të folurit është dislallia që quhet, nëse fëmia nuk dhe me shqiptu 2 shkronja. Dhe nëse çaj fëmijë me çato probleme të shqiptimit futet në klasë të parë,
ai ka të paktën ka me pas probleme emocionale. Për çfarë se kanë me përqesh me bullizu tjerë. Po dhe nëse klasën e ka në rregull, ai s'ka me qenë gjendje me lexu tamam që lexojnë shokët e tjerë. Për tjerë s'ka më mësu me lexu kur. Pikërisht, domethënë, ai ka me ndiku që ai mu izolu në vete. Edhe një lloj ankthi social, domethënë, që ashtu zhvillohet. Për çfarë arsye, nëse ai fëmijë, domethënë, në fazën parashkollore, ish identifiku edhe trajtohet, sidomos 5 deri në 6 vjeç, mirë po, gjithsesi nevojitet psikologu me intervenu edhe në fazat e mëhershme, po pikërisht për këtë problem po flas. Atëherë sigurisht që kish mu eliminu si probleme dhe fëmija është më i gatshëm për klasën e parë. Unë për shembull në shkollën time, kur jap mësim domthonë 4 klasë, shpesh vrej fëmijë që nguli me ul në rreshtat e parë. Edhe më njëherë më shkon mendja që kam probleme me të pamur. Në disa raste më ka ndodhur kam njoftu print vet, edhe kanë ardhur shumë agresiv, kanë ardhur shumë dëmshëm. Kush jetë që direkt ose indirekt më thonë që fëmia është qartë pa dasht me thonë mënyrën fyese. Kom thonë nëse se ti s'po pajtohesh me këtë punë që tash. Ne më kemi konstatuar që as syzat mos kam hin punë fëmijës tonë. Unë e kreva pjesën time, ti ke pjesën tonë dhe për mua me kënë rregull. Tash që kjo pjesë pse më ndodh psikologë nderuar, pse më ndodh mes nesh e thamu pajtum të dy palë që e vështirë për prindin po a mund të jem pastaj në bashkëfajtor që fëmia në pësu edhe më shumë nëse ne bashkëpunojmë. Me përgjegjësit, me zyrtarit. Po, patjetër. Me zbutë situatën sado që mundemi. Sigurisht, sado që është e dëmshme, ne duhet rezultatin t'ja komunikojmë. Ato që ne i vrem duhet t'ja komunikojmë. Edhe duhet një farë forma ta zgjedhim mënyrën më bindëse ose gjuhën më të lehtë që prindi mundet me kuptu. Prindi çka mundesh me i thonë tash ti në këtë rast si mëdhans, nëse ti ishe konzans, edhe turit ty në bankën e fundit, e ti nuk ishe shkronjat, a kishe mujt me mri me majtë shënimet, a kishe mujt me bade tyret, që kishe arrit, me thonë, që ishe ndi, sepse ndonjëherë krejt ajo revolta që e kanë prindrit, nështë nuk është ndaj mësimdhënësit, është ndaj dhimbjes që përjeton, ndaj qasoj diagnoze, ndaj qati çrregullimi, sepse na e çojmë ato mohem. Është domethënë kjo shfaqet kanë herë me zemër. Nuk do me pranoni të vërtet. Por që ato nështë mësimdhënësit në këtë rast, mend që me e gjyku, nështë është mirë me pas, me u mundu me kuptu, me dhe më shumë. Taktike, kështu me thonë. Definitivisht, do me thonë. Edhe nështë me prit momentin, do me thonë me reflektu në që ta. Edhe mi thonë zëtë një tash, do të kemi syza në këtë rast, edhe na e në qora atëherë, ose kur ka njeri syza duket ma doktor për ma larkë famsë. Edhe me e këthy pak në kompliment dhe vetës, më së tjepë në thënë qora. Që është do me thonë, mirë po, zakonisht do me thonë, në këto diagnostikimet se janë disa faza, kur ndonjëherë e përjetojnë traumatike. Prindrit e përjetojnë traumatike. Edhe pse dhe mu më duket shumë e çuditshme, do me thonë, nëse, jo si psikologe, nëse e marrë vetë si individ, pse duhet me qenë kaq tragjike, sidomos për syzat. Duket shumë e çuditshme, si psikologi e kuptoj. Ndoshta ne dojmë pa tjerët edhe më mirë, edhe më bukur, edhe më hershëm. Ndoshta më thonë, jo pse ndoshta nuk shohim. Po është interesant, do të thonë, pikërisht ndoshta bullizmi, për shkak të bullizmit, do të thonë, edhe me thonë qarë, do të thonë se diçka po marr parasysh, edhe me thonë qarë në fakt nuk ish me qenë, nuk ish dashur mu përjetu ofenduese. Do me thonë sepse na mund të kemi vështirësi të ndryshme. Ne kemi vështirësi se përshtypje kësaj fjale, këtij përdorimi ishte. Edhe kështu që ish dashur është ta më pranu se një fakt, do me thonë i një vështirësie, një emër i një vështirësie, se jo si një emër ofendues. Do me thonë. Na përdorim çështën. Na prekim njerën te pika adopt. Ato që çalon e një llosi me topalla, ato me çore, mos ti përdor me të shprehje tona që janë vërtet makabre. Topall kombi emër. Topalli, po ka. Ama na çubi thonë topalli, se kena pak çaf me. Mirë, po në fakt nuk është ndaj fare mete. Nuk është met. Do të thonë se edhe njëri që çalon, ai mundet me funksionu sikur një njeri që nuk çalon fare. Ma mirë me çalon komandues ose anë kriju, kështu. Kjo është shumë e rëndësishme. Çalimi është, në çalim më shoh kur dikush mund të thotë që ato që mi thëtë, domethënë, kjo është më serioze. Pikërisht, mirë, po edhe në këtë rast, po them, atë që kur ja themi një prindit, një vështirësi që e ka fëmia, gjithmonë duhet me qenë përgatitur për çet reagimin e mohimit që ne e quajmë, edhe kjo mundet me zgjat. Kjo mundet me zgjat me minuta, mundet me zgjat me orë, me ditë, me javë, edhe me vite. Me vite po pajtona, me këtë pjesën tjetër nuk pe di pse po pajtona me vite se kemi nxënë shkollën tonë që tash pritet me dalë në klasë 6 edhe prindërit nuk pranojnë ai fëmijë me pas plan individual. Plan i cili do të lehtësonte si nxënien edhe do ta nëse do ta bënte të barabartë, më të paktën do të lehtë me ngecë ku ajo sa ajo është sot.
Edhe që të pje qysh me të kalu. Po, në këtë rastet e tilla do të thotë ju duhet, do të thonë janë mekanizmat komunal. Tash secila komuni ka mekanizmat e vet, do të thonë është psikologu i shkollës, është ekipa vlerësuese në kuadër të komunës e cila funksionon, që duhet do të thonë rastet të lajmërohen atje, edhe në rastet e tilla kur e shihni që për disa ditë ose javë prindi nuk ka reaguar, atë qendra për punë sociale duhet lajmërohet, që qendra për punë sociale duhet me bë një intervenim me pa familja çka nuk është të funksionu. Edhe me pa që familja ai ka marrë përgjegjësitë e duhura për atë fëmijë. Të mos ndoshta do të thonë ndonjëherë nuk e dim asnjëherë se me çka është u ballafaqu familja. Do të thonë pa u marrë gjithmonë veç me gjykim. Se më e lehtë është gjykimi. Nuk po dojnë atë diçka. Mirë, po ndonjëherë mas që ti reagimin mund më ufshej vështirësi tepër të mëdha, që familja mund të ketë në shpejt, do të thonë, ndoshta një cmur me kancer, do të thonë ballafaqohen me uri, me smundje shumë të rënda, që kjo duket shumë luksoze me u marrë me këto. Për çet arsye, domethënë, qendra për punë sociale do të ne do t'i marrim edhe në aspektin pozitiv gjonat. Çka fshihet më sasojna? Ne do të më gjurmu faktet, shkaqet e çati problemi në mënyrë që na më ndihmu, jo me këtyr me gjyku. Për çet arsye mekanizmat ka mjaft shumë mekanizma të cilët janë funksional, edhe na duhet më prek gjitha rrugët derisa dorëzohemi me thonë që ky prend nuk e tan për fëmijën e vet me bë kurrë. Do thonë kjo duhet të jetë fjalia e fundit. Unë që e kom një në korridorin në shkollës tonë, që më ka shoku, nuk ish arrit më zgjidh çështja e një raporti tillë mes psikologët shkollës tonë dhe prindes, nonës në zyre, dul situata për jashtë. Edhe prindja po thotë, është e lozës, e kanë lozë të babas vet. Edhe me çat pjesë dul për aty. Psikologa veç ul aty, çish kanë kom ul. Ke shumë e rëndë më le. Çse pranoj që po shkoj te pjesa që është lozë. Kjo ke dëshirë shumë rëndë për ato. Në fakt, dëgjoj. Edhe ne si profesionist gjithmonë e marrim anamnezën. Edhe kur është një problem që na paraqitet, ne e pyesim për historinë familjare. Dhe është çesharake ka një herë që nuk guxojnë kur janë çifti bashkë prend, domethënë nuk guxojnë me tregu nëse ka nga familja e tij njëri ose tjetri. Edhe gjithmonë ju flas me çdo gjuhë. Dëgjoj, ne nuk kërkojmë fajtor. Se kërkosh nuk i zgjedhim prend, as nuk e zgjedhim smundjen trashëguese. Por ne kërkojmë burimin e problemit, burimin. Edhe për çet arsye domethënë nëse ka dikush në familje, qoftë domethënë tash baba ka më na fol për krohën e vet ka baba dhe ka nona, nona ka më na fol nga krohi vet nga nona dhe nga baba. Se gjertet domethënë problemet bartën në përgjine. Por 3 fëmijë mund me kon shnash si rrezje, domethënë pa pik probleme dhe fëmia i katërt, njëri prej fëmijëve me barçat. Po ma këtë lozë nuk zgjidhin problem në. Jo, me çit probleme në anën tjetër nuk. Mirë, po kjo na tregon një lodhje emocionale. Kjo na tregon një lodhje emocionale. Domethënë ne nuk e dim çajo non me çfarë probleme është ballafaqur deri në çat moment, kur e ka thonë që to edhe është një lloj dorëzimi emocional. Prap domethënë na shohim që kjo është një lloj thirrje për ndihmë të çajo non. Apo. Këtë rast domethënë edhe çajo non ka nevojë për ndihmë, jo vetëm fëmia. Ka nevojë për një mbështetje emocionale. Edhe domethënë psikologja mas në kohë që ka pushu, mas çasaj goditje, jo, do t'i mbledh forcat që prap me bashkëpunu me ata, me vetëdijsu, domethënë edhe nonën edhe ata. Nëse ata me shkollën nuk arrin u di, domethënë te psikologu klinik në përqendrat mjekësisë familjare, Prishtina për shembull është psikiatria e fëmijëve ku kanë psikolog, kanë pedagog special, kanë psikiatër të fëmijëve, atje mund të shkojnë edhe me kërku ndihmë. Çat klinika private ka shumë, po që mund me kërku ndihmë, domethënë mbështetje emocionale. Gati në fund të emisionit fatkeqësisht jemi keq me minutazhe, por prapë shfrytëzohet më falenderoj nga zemra për këto këshilla të mira, të dobishme për mua si prind, edhe për tjerët që po na dëgjojnë e po na shohin. Si me u tej kalu kretë këto paragjykime, gjykime, mendimet mrapshta, çish do të qoftë që e emërtojmë në mënyrën sa më të lehtëmundshme që me ardhmë deri tek zgjidhja, nëse jo e përkryer të ajo e duhura në përgjithësi. Dëgjoni, kur emërtohet një problem, ka shumë rëndësi me analizu mas pari atë problem ka ardhur. Vesh nisem me zgjidhja. Vesh nisem me zgjidhje, se ta dim probleme pastaj nisim. Dëgjoj, domethënë kur pranohet një problem, gjysma e suksesit është arrit. Në momentin kur e pranoni që keni një problem para vitit, gjysma e suksesit është arrit. Gjysma tjetër e suksesit edhe 25% është kur kërkoni ndihmë, veç 25% tani mjafton është procesi tjetër. Shumë lehtë është. Domethënë, për çfarë arsye, domethënë, nëse një profesionist, qoftë mësimdhënësi në këtë rast, qoftë psikologu i shkollës, psikologu klinik, doktori, domethënë kushdo qoftë, nëse është diagnostikuar një çrregullim, atëherë domethënë është sa më parë që pranohet
fillohet zgjidhja e problemit. Domethënë puna parë është me pranu, si të tillë. Nëse keni dyshime, ta zëm Arta ose Dritoni ose Hasani ju ka thonë që është problem, nuk s'po keni besim taj. Shkoni te një profesionist i tjetrës. Merrni 2-3 mendime, dy tre mendime, domethënë njëjtës lëmi. Domethënë nëse ju ka thonë psikolog, se keni besimin te ai psikolog. Po mendoni që ju ka për çfarë arsye qofshin, po. Për çfarë arsye qofshin, merrni mendimin edhe profesionist tjetër. Ama mos u tërheqni me u dorësu që s'është e vërtetë, sepse që kjo është mohem. E mohimi na sjell probleme shumë andaj, sepse problemi nuk zgjidhet nëse na mohojmë. Problemi shkon te urrit. Nëse dalin 2-3 mendime të njëjta, domethënë dihet që diçka atëherë diçka nuk është në rregull. Domethënë duhet mirën masat, pa marrë parasysh paragjykimeve që mund të kemi të rrethit. Domethënë nëse jeni prind, atëherë edhe po mendoni që fëmijët ju kanë me paragjyku. Punoni ju me veten e juve, punoni me fëmijën e juve, sepse ju jeni kështjella e fëmijës suaj. Ju jeni kështjella. Atëherë ju keni me ndihmu fëmijës, qysh kur i keni ndihmu kur ka qenë i vogël me majt përdore me ec, edhe në aspektin emocional keni me ndihmu ç'është. Mirë pa, ajo me ndihmu me ec është shumë afat shkurtër dhe më e lehtë është. Më përgatit për jetën për një proces, domethënë një mujor, në 70 Po për ton jetën është pak më e vështirë. Megjithatë, domethënë edhe kur e kanë një çrregullim fëmia, domethënë me imagjinojeni sikur që ashtu jeni duhet ka përdore, këtë rast janë domethënë profesionistët që keni më shumë me ndihmu. Njëherë për me zgjidhni një problem duhet mbështetje materiale, që është shumë e rëndësishme domethënë këto raste që shpeshherë prindrit domethënë që ju duhet me çup fëmijën trajtim qoftë te psikologu klinik, qoftë te logopedi, këto është një kosto mjaft e lartë. Nëse nuk mundën materialisht mja dal vet, duhet me bë kërkesa, domethënë ndonjëherë ka komisione të cilat i mbështesin materialisht, por ndonjëherë në shoqata duhet me kërku në shoqata. Shtetja jep ndihmë stil zyrtarisht. Janë diagnoza të caktuara të cilat mbështeten, po për shembull fëmijët me autizëm e kanë një asistent sociale, domethënë edhe disa fëmijë tjerë, por jo krejt diagnozat të çrregullimet kanë mbështetje asistent sociale prej shtetit. Megjithatë, ata mund të shfrytëzojnë krejt mekanizmat. Kanjëherë një biznesmeni mund me ju nuk është tërp, domethënë sepse keni nevojë për fëmijën e juve, atëherë kërkoni ndihmë që ajo më ju mbështet ju materialisht. Po mos u dorëzoni, nëse një javë, një muaj keni kërkuar, s'keni gjetë mbështetje përsëri, domethënë ju vazhdoni me kërkues. S'ku ka marrë me ndihmë, nuk është marrë. Kur në të vërtetë keni nevojë nuk është marrë. Sepse është me rëndësi ardhmja e fëmijës suaj. Faleminderit shumë. Nderuar që kisha në emision, edhe veç Zoti i Madhëshëm më shpërblet për çdo fjalë, çdo këshill. Amin inshallah. Shpresojmë që të kemi qenë dobishëm, me shpresë që inshallah, domethënë sa më pak njerëz të kenë nevojë që psikologu më ofron ndihmë, por gjithë ata që shkojnë te psikologu inshallah gjejnë shpresë dhe Amen. Amen. Faleminderit shumë. Kaq ishte personte të dashur nderuar shikues të dëgjues, ne do të takohemi përsëri të premteve të radhës. Na dhash Zoti i mirë gjithmonë. Ju qëndroni me ne jemi gjithmonë me juve 24/7 deri te kemi të radhës, natën e mirë, mirëmbëjtje dhe selam aleikum.